Kalojmë bashkë 24 orë. Kam nisur të pi çaj jeshill në mëngjes, jo matcha. Matchën e pi më vonë. Pastaj vazhdoj direkt me make-upin. Këto ditë po përpiqem të bëm gati sa më herët, ndërkohë që bësha gati, më erdhi edhe një pako. Është nga Korali, do t'i tregoj çfarë kam marrë. Kam pas provuar atë fondatinën e Tirtiri dhe më ka pas pëlqyer shumë. Kam pasur atë me paketimin e kuq. Kam marrë 2 fondatina të Tirtirit që nuk i kam provuar ndonjëherë. Dhe mezi po pres të shikoj se si duken në fytyrë. Kam parë që i lavdrojnë shumë. Kam marrë një pore stick mes dhe një mask për fytyrën. Do i provoj në darkë kur të bëj my skincare. Dhe disa testera për gjëra të ndryshme, si për shembull kjo që ishte një body lotion që po vendos tani para se të dalë dhe direkt më hidratoi shumë lëkurën. Jam shumë kurioze për këto 2 fondatina. Kur ti testoj do provoj njëra nga njëra anë dhe tjetrën nga ana tjetër, që të shikoj dhe tamam se çfarë ndryshimi ka. Të dyja kishim paketimin shumë cute. Bëra my finishing touches. Në të motin me shi nuk dua të dal fare. Por në shtëpi nuk po më rrihej, prandaj dola me motrën, ikëm për të ngrënë diçka. Me që ishim jashtë rrugës më në shtëpi, mora edhe një matcha latte. Më kishte ngelur dhe shumë pak për të edituar në videon e YouTube-it. E mbarova më në fund dhe e postova. Pastaj bëm gati snacksa dhe filmin që do shikojmë sot. Por para se të ulem për të parë film, do bëj my skincare. Sa po mbezis fakti që nuk kam thonjt, por do i bëj nesër. Më pëlqen që kjo vjen në një formë si stick, se bën shumë të lehtë për të aplikuar. Të pres të thahet kjo dhe erdha ta shkaj që pastaj të vendos këtë. Kjo është maska, duhet ta mbaj 20 deri 30 minuta. E vura dhe maskën, ishte shumë e lehtë për ta vendosur. Jam 2 ditën duke parë American Love Story dhe ndërkohë do lë fytyrën të hidratohet me këtë maskën.